Hoxhallarët nuk e kanë gajle besimin, as nuk e kanë gajle juve më ju çunë xhenet, as nuk mërziten juve më ju çunë xhenem. Ata e kryjn punën e vet për çka paguhen dhe të gjithë hoxhallarët i fryn fyllit, surit parë, me një mendim shumë të keq se gjoja do të ngjallët Baba Sultan. Edhe Baba Sultan nuk ka kur gjo të baj me Kur'anin, kur gjo nuk ka të baj me besim, kur gjo nuk ka të baj me natë vorrit, kur gjo hexbre nuk ka të baj. Të gjithë organizimet e hoxhallarëve janë politike, dojnë me kriju dhe me majtë gjallë kombin ëndrrën utopike të Babës Sultan, që edhe Turqia si Turqi sot, pavarësisht që manipulojnë politikanët, është largu moti prej kësaj qysh në vitin 1924.